Për sigurinë e qytetarëve gjatë netëve festive, përveç zyrtarëve policor, janë angazhuar edhe prokuror nga Prokuroria Themelore në Gjakov. Zëdhënësi i kësaj prokurorie, Drin Domi, ka bërë të ditur për mediumin tonë se 3 prokuror do të jenë në gatishmëri për trajtimin e çdo rasti eventual. Lidhur me organizimin e punës së Prokurorisë Themelore në Gjakov, si çdo herë tjetër edhe gjatë këtyre festave të fundvitit, janë të angazhuar 3 prokurorë kujdestar në 3 departamente. Departamentin për krime të rënda, departamentin për të mitur dhe departamentin e përgjithshëm. Prokuroria do të jetë në komunikim të vazhdueshëm me Policinë e Kosovës dhe gjykatën, me qëllim të garantimit të trajtimit të menjëhershëm ligjor dhe efikas të gjitha rasteve që mund të paraqiten gjatë këtyre festave të fundvitit. Urojmë që gjatë këtyre festave mos të ketë raste. Domi po ashtu ka përcjell urimet e Prokurorisë Themelore në Gjakov për të gjithë qytetarët me rastin e festave. Në emër të Prokurorisë Themelore në Gjakov, të gjithë qytetarëve ju urojmë festat e fundvitit duke dëshiruar shëndet, siguri dhe mbarësim familjet të tyre. Institucionet u bëjnë thirrje qytetarëve që të respektojnë ligjin dhe të kontribuojnë në ruajtjen e rendit dhe sigurisë, në mënyrë që festat të kalojnë pa incidente.